Do të flasim në këtë orë për Edin, një personazh i cili është shumë i dashur në fakt për publikun shqiptar, Edi Kuçi, siç duket po na tregon çdo ditë atë shpirtin e tij të pastër, atë njeriu me zemër të mirë. Ne që vitin e kaluar e kemi kuptuar që Edi ka një lloj karakteri të veçantë, apo duke mos ofenduar këto përditshmërinë tonë, duke mos ofenduar vendet ku ne rritemi, por unë mendoj që fëmijët të cilët rriten në gurbet gjithmonë e kanë atë karakterin e ndërtuar më të pastër për shqiptarizmin, sepse linden dhe rriten me ndjesinë dhe me dëshirën më të madhe për kombin e tyre. Domethënë ju qan shpirti për vendin e tyre, ju qan zemra për vendin e tyre. Dhe në këtë rast dua të flas për Edin. Edi, pas të gjithë ngjarjeve që ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit, pas të gjithë qasjes që vajzat kanë kundërdrejt një vajze tjetër dhe kjo duke qartazi më që vjen prej xhelozis, që vjen prej urrëties, që vjen prej lefit të krijuar nga një bukuri, nga një qetësi, nga një mirësi apo ndoshta nga një vëmendje që kjo goca e merr në të gjithë shtëpinë nga meshkujt, sepse ekzistojnë këto fenomenet kur ti marrësh vëmendjen e tjetrit, menjëherë fillon inati, menjëherë fillon lefi, menjëherë fillon urrëtia dhe në këtë rast, do të kemi të bëjmë me Elionën dhe dy vajzat e tjera Alba dhe Benita. Edi ka bërë një veprim krejtësisht ndryshe. Edi me shpirtin e pastër të tij, me qetësinë e tij, çohet në këmbë edhe përqafon Elionën dhe i tregon që un jam këtu afër teje dhe pikërisht në atë moment Londrimi dhe Edi e panë që nuk kishte asnjë lloj reagimi nga produksioni, e panë që nuk kishte asnjë lloj lëvizje nga produksioni, as ti thërret në dhomën e rrëfimit. Tani për këtë gjë më duhet ta pranoj Big Brother VIP Albania është stratosferë, nuk toleron qoftë një veprim të vogël, menjëherë banorët thriten në dhomën e rrëfimit, do me thënë menjëherë gjykohen, ka një lloj rregulli strikt që do me thënë banorët ndjehen të mbrojtur brenda asaj shtëpie. Këtu ne shoh Elionën që nuk ndjehet e mbrojtur dhe Edi i dha përqafimin, i dha atë ngrohtësinë që kjo vajzë e meritonte në atë momente, se sinqerisht më është dhimbësur shumë sepse duket që në sytë e saj që ka një sinqeritet të madh. Dhe un prandaj e mbështes Edin edhe e dua Edin pafund sepse Edi ka një shpirt njerëzor, ka një zemër të bardhë, di se si të veproj, di se si të do me thënë si të sillet, di se ku të jap dashurim. Që në atë moment do me thënë Edi u kthye Benitës edhe pse nuk dëshironte që ta ofendon, sepse po të dëshironte Edi që ta ofendon fjalën të cilën ja tha Benitës, ja tha pak më herët, ndërsa Benita vazhdoi me ofendimet e saj që do me thënë ka përzgjedhur një rol shumë negativ në shtëpi dhe nuk e di se sa do të shkon me këtë rolin negativ apo dëshiron të bëhet poli kundërt i keq i asaj shtëpie. Më thënë Benita nuk e ka iden se sa keq del jashtë, nuk ka asnjë lloj informacioni dhe unë dëshiroj që t'i jepet një informacion, të paktën nga fansat e saj, nga ana e publikut, që do me thënë t'i japin atë shenjën që je gabim dhe ndryshon në karakter. Ajo e quan Edin fëmijaç. E quan Edin fëmijaç për faktin që Edi do me thënë ishte duke ndenjur me të dhe ishte duke ndenjur në verandë, por e shikonte me atë ironinë se çfarë je duke bërë. Dhe Edi thot tani pasi ti mua më the fëmijaç, ma hape gojen, ti mua më solle Adin në Snapchat, që do me thënë Edi i thot, dëshiron t'i thot Benitës që ti më pëlqen mua, por tani Benita duke që ka një lloj xhelozie dhe e pëlqen Edin, do thoni pse, sepse në momentin kur para 2 ditësh ajo grindeshte në living me Eriolën, kur doli me Elionën, më falni, kur doli Eliona nga dhoma, ajo i tha kjo vdes për Edin, Edit ja merr vëmendjen. Dhe në këtë rast do me thënë e shikoj një lloj xhelozie nga ana e Benitës kundërdrejt Elionës për një djalë në këtë mes. Dhe ndoshta Benita është një vajzë që gjithmonë ka patur vëmendjen e meshkujve, gjithmonë ka patur fokusin e meshkujve. Tani nuk e bindën dot veten që ky fokusi ka përfunduar dhe jemi në gjendjen që jemi. Do të thënë jemi këtu që jemi, që Benita ofendon të gjithë. Gjë e cila ka vazhduar edhe sot duke e ofenduar Edin edhe duke vazhduar në fakt ta quan fëmijaç. Ndërsa Edi çdo ditë po tregon një shpirt pozitiv, po tregon një zemër të bardhë, po tregon një dashuri për banorët brenda shtëpisë dhe sidomos për banorët të cilët ndjehen të kërcënuar nga banorët e tjerë.